momente që publiku nuk i kishte parë më parë. Disa pamje ekskluzive nga përgatitjet e dasmës së Engjit dhe mërgimit janë publikuar dhe fansat nuk po ndalen sa admiruari çiftin. Një ndër fotot që ka marrë më së shumti vëmendje është kjo pamje mahnitse e çiftit pak para ceremonisë, ku Engji dhe mërgimi shfaqen dorë për dorë mes një peizazhi të artë, në një atmosferë që duket si sken filmi romantik. Me fustanin elegant të bardhë dhe vellon që rrëshet lehtë pas saj, Engji duket si një nuse për allash, ndërsa mërgimi me kostumin klasik të zi plotëson në mënyrë perfekte këtë pamje të paharrueshme. Ajo që e bën këtë foto kaq të veçantë është emocioni i qetë dhe eleganca natyrale që përcjell çifti. Drita e perëndimit, kodrat në sfond dhe mënyra si ecin së bashku krijojnë një moment shumë intim, që duket sikur kap thelbin e dashurisë së tyre në ditën më të rëndësishme të jetës. Burime pranë çiftit tregojnë se këto janë vetëm disa nga momentet e papublikuara nga përgatitjet, të cilat po zgjojnë edhe më shumë kurreshtjen e publikut për të parë pjesë të tjera nga ceremonia dhe festa. Fansat kanë shpërthyer me komente pozitive, duke i quajtur çifti i vitit dhe duke komplimentuar elegancën dhe harmoninë që reflektojnë. Po ju si mendoni, a duken Engji dhe mërgimi çifti më i bukur në këto momente para dasmës? Na shkruani mendimin tuaj në komente. Mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë lajme roz, momente ekskluzive dhe surpriza nga personazhet tuaj të preferuar.